Megjithatë ti e kapsulove këtë dhimbje? Dikush që kishte nevojë për mua, përveç robës së zezë që unë ende nuk e ndjej, nuk e ndjej ngjyrën ende, domethënë që ta vesh. Jo për t'i treguar të tjerëve dhimbjen time. Por është ndjesi dhe unë e dëgjoj ndjesin time. Në momentin që do ta kuptoj që duhet ta vazhdoj me atë dhimbjen më të kapsuluar brenda meje, do ta heq të robën e zezë, ama një njeriu që ka nevojë vazhdoj t'i bëj shakan, batutën, vazhdoj ta dëgjoj dhe më vjen shumë keq kur më pyesin, po pse me të zeza? Të ka ndodhur gjë? Sepse thash që janë shumë të mira ato përballë meje. Ato duan përpara që ti t'jesh mirë dhe mos t'jesh cënuar nga asgjë dhe pastaj të vazhdojnë të tregojnë hallet e tua. Kështu që unë të them të drejtën që disa ditë më pas vazhdova misionin tim. U ktheve në punë? U ktheva në punë dhe po ishe gati? Isha, Mirela. Isha gati, sepse me sa duket ky profesion na mëson mirë të krijojmë një lloj selektiviteti. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.